50 vite, 60 vite, Allah nuk falet. Çka e mashtron një njeri të tillë? Pse nuk falet? Gjitha arsyet që ai nuk falet janë të dunjas. Allah nuk falet. Çka e mashtron një njeri të tillë? Pse nuk falet? Bahu në dunja, jeto në dunja sikur të jesh një i panjohur apo të jesh një kalimtar rruge. Subhanallah, fjalët janë pak. Çka kam une edhe dunjaja? Çka kam une me dunjan? Nuk kam une me dunjan përveç se shembulli im dhe shembulli i dunjas është si një kalimtar i cili ecë hypur, ndalet në një pemë, në një hije, pushon pak dhe vazhdon rrugën. Një ditë atë do ta lam, një ditë ajo do të përfundon, një ditë asaj do t'i kthejmë shpinën nga se ne jemi nisur, nuk është ky caku, ky është kalimi, nuk është ky caku. Caku është në një vend tjetër, në një botë tjetër, ne vetëm jemi kalimtar. Në sa raste harrojmë cakun. Bëhet qëllim kryesor dunjaja, angazhimi kryesor dunjaja, dhe shkaku i dunjas njeriu në sa raste i lën obligimet, i lën farzet, i lën sunetet, i lën ibadetet dhe mos flasim për ata që shkaku i dunjas bie në sa gjunahe dhe harame dhe Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi ittaqu dunya, keni frikë dunjan, wattaqun nisa, dhe keni frikë gratë, fitnen e grave. Keni frikë dunjan, për çfarë arsye? Të merr për para. Të merr para dunjaja. Ne mund të themi, çka të duam të themi, mirë po dunjaja të merr para. Falet. Mirë po shije si falet. Çuditesh me disa njerëz. Shije si falet. Ai falet me një shpejtësi të madhe, pa asnjë lloj koncentrimi dhe pa asnjë lloj stabilizimi në namazin e tij, me shpejtësi e fal fardhin. Pse? Se nuk ka kohë. Për çfarë nuk ka kohë? A di për çfarë nuk ka kohë? Për dunja. Për obligimet e dunjas vjen në shprehje, në pyetje edhe ibadeti kryesor, namazi. Dhe ai hin namaz mirë, po në namaz është me vrap. Në namaz është me ngutin më të madhe dhe e pret momentin kur sa ma shpejt me dhënë selam, nga sa atë e pret puna, e pret tregtia, e pret biznesi, e pret dyqani, e pret mushteria, e pret dikush tjetër, e pret telefoni. Dunjaja është shfrytëzim, është toka ku mbjellet në ahiret korret. Mirë po, dunjaja shfrytëzim. Mos të flasim pastaj për atë palën tjetër, për një kategori të cilët fesë Allahut Azza wa Jall ja kanë kthy shpinën. Dunjaja është qëllimi i tyre. Dunjaja është feja e tyre. Dunjaja është adhurimi i tyre. Dunjaja është çështja kryesore e tyre. Dhe e sheh ti atë që nuk falet. Pse nuk falet? Gjitha arsyet që ai nuk falet janë të dunjas. 50 vite, 60 vite, Allah nuk falet. Çka e mashtron një njeri të tillë? Allah shpreson ai në qëllimet e tij të mëdha të dunjas, ndërsa ky hadith të porosit të vetdison, të përkujton që në dunja je misafir. Para mendoje, nëse bjen me flenjt, edhe në këtë natë Allahu ta merr shpirtin. Nëse ja dorëzon Allahut shpirtin, ndërsa ti nuk e ke fal Yacin, nuk ma merr mendja që sonte vdes. Fatkeqësia është që ti nuk e di dhe mundet me ndodh vdekja jote në momentin që nuk ta merr mendja.